Bashkia Shkodër është sot me gjithë punojësit e saj e angazhuar në një aksion masiv për pastrimin e gjithë sipërfaqes të rërës në plazhin e Velipojës. Me përgjegjësi të kryetarit të bashkisë, zotit Benit Beci, sot gjithë strukturat po angazhohen me mjetet e tyre për të ndryshuar gjendjen e pastërtisë në plazhin e Velipojës. Një aksion faktikisht i mirëmenduar sot, duke përfshi një numër të konsiderueshëm punojësish dhe mjetësh, pasi gjatë gjithë kësaj kohe është njekur me shqetësim situata e krijuar nga depozitimi i këtyre metjeve në sipërfaqen rënore të plazhit të Velipojës. Aksioni do të vijojë në ditët në vijim deri në pastrimin total të gjithë sipërfaqes rënore të plazhit të Velipojës.